Një aksident i rënd të trafiku i ndodhur mëngjesin e së premtes në autostradën Ibrahim Rugova në segmentin Prizren-Suarek i mori jetën 2 grave nga Shqipëria, të njohura në fushën e biznesit. Ngjarja ndodhi në kilometrin e 26 të aksit rrugor, ku një kamion me targa të Kosovës u përplas me një automjet me targa shqiptare. Si pasojë e përplasjes, humbën jetën Elisabeta Katia, 43 vjeçe, drejtuesja e automjetit, dhe Eorda Sinollari, 32 vjeçe, pasagjere. Elisabeta Katia ishte drejtuese në dhomën e biznesit të diasporës shqiptare, ndërsa Eorda Sinollari ushtronte profesionin e konsulentës së biznesit në Gjermani. Ndarja e parakohshme nga jeta e Elisabeta Katia, drejtuese në dhomën e biznesit të diasporës shqiptare, ka pasuar me reagimin e disa qeveritarëve. Ministria e Ekonomisë, Delina Ibrahimi, e cilësoi humbjen si të thellë, duke vlerësuar kontributin e çmuar të saj në shërbim të diasporës shqiptare, zhvillimit të biznesit dhe fuqizimit të grave sipërmarrëse, si dhe përkushtimin e saj të veçantë ndaj grave shqiptare kudo në botë. Edhe ministri i Turizmit dhe Kulturës, Blendi Gonxhe, shprehu ngushëllimet për ndarjen tragjike nga jeta në moshë të re të nënkryetarës së dhomës së biznesit të diasporës shqiptare, duke theksuar se kontributi, energjia dhe përkushtimi i Elisabeta Katiaj do të kujtohen gjithmonë me respekt dhe mirënjohje.